Jemi me Enver Hasanin, ish kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës të Kosovës, njëherë është profesorin e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, për të biseduar në lidhje me vendimin e Senatit, vendim ky i cili i shqiptoi një vërejtje me shkrim dhe mohim në përfshirje të mentorimit të gjitha niveleve për një vit. Për diskutuar për këtë vendim dhe zhvillimet që lidhen rreth trajtimeve të rastit të tij, sot pra do të zhvillojmë këtë bisedë. Zoti Hasani, mirë se ardhët. Mirë se zgjebet juve dhe që kuzvetuaj. Profesor, në mbledhjen e Senatit të 20 shkurtit, u marr vendim që të miratohet vendimi i Këshillit të Etikës për t'ju shqiptuar juve një vërejtje me shkrim dhe për t'ju mohuar përfshirjen në mentorim në të gjitha nivelet për një vit. A mundesh ma tregu se çka u vendos dhe si u vendos? Si u vendos është pjesë një përpjekje tre vjeçare e zotit Hajrullahu, prej se ka nis mandatin, prej ditës parë, do të thotë Senatit parë, e deri sot ai në agjendë ka pas çështjen time. Të drejtën mua po të më kishte dhënë mirë njohje se ish rektor ose ish kryetar gjykatës, diçka unë desha shqetësu me atë fakt, por me kjo siç ka vepruar do thotë Senati, përkatësisht si zoti Hajrullahu, sepse Senati ka qenë i detyruar se kurdo që s'ka qenë ai prezent për shkak konfliktit të interese, Senati 3-4 vota s'ka pas kundër meje. Kjo është hera e tretë, do thotë, këtë herë ka nejt aty dhe i ka detyruar me fjalim, do thotë që është në çdo nivel për njerëzor, jo vetëm institucional. Dhe kjo është, Arbeni është në misionin e tij, dhe prapo përsëris do thotë mu më bën nerë një akt i tillë kur vjen prej tij, do thotë në orkestrimin e tij. Këtë mision ai e ka marrë në 27 nëntor të vitit 2024. Në ndërkohë që misioni fillestari i tij primar kur e ka marrë detyrën, ai dhe disa tjerë 3-4 kandidatë janë thirrë prej zotit Kurti. Dhe Kurti ka kërkuar nga ata cilët do thotë ka kërkuar lojalitet për me marrë me disa gjëra do thotë që ai ka pas në agjendë politike dhe kanë pas të bëjnë kryesisht me pronat e Universitetit Prishtinës, që janë disa kolegë për juridiku dhe gjithandaj janë atje. Dhe ky ka pranuar, do thotë, tjerë që kanë pas një dignitet, që në kuptimin që thotë konti kur i qet dignitetit çmim mos s'ke dignitet dhe bjen nuk është që bjen humner, kuptimin një qanë, po je humnera vetë. Do thotë atë rol e ka marrë Arbeni. Edhe në moment ka ndryshuar me 27 nëntor, se thash 2 funksionarë të lartë vetëvendosje në atë kohë, më kanë thonë, para ditët diku ka qenë, që e ka thirrë ministresha e atëhershme e Mashtit, Nagovci, edhe ka thonë ke porosi për shefi me godit Enverin. Për fat është incizuar e mbledhja e Senatit, pas ditës, ka qenë 1 ose 2, edhe aty do të thotë janë trishtu, kush është profesorat, s'ka mujtë me besu që mund të ketë, bile më thoshin çush është e mund të ke prukët e vetë në universitet me u sjellë. Unë për dhënër se kam këshyrë, asken kam hap dyrt për gjithë ata që, pa përjashtim, që kanë qenë shkolluar jashtë, veçanërisht kanë pas prioritet absolut. Unë nuk e kam këshyrë kërkën çfarë lloj edukate ka. Do të thotë që është çështje krejtësisht tjetër, do mos marrë si përgjegjësi për sjelljet e tyre. Edhe njëta të sjellje ka përsëritur edhe në para këtij Senati, kur Agjencia e Akreditimit e pengimit korrupsionit tha që nuk duhet, ai ka konflikt interesit me marrë me mu, tha se ka kriju një distancë higjienike, tha agjencia mes me dhe Enverit. Do thotë, ajo është, sa i s'është vjedisma që ka flet, do thotë, ajo është doktrinë e nazizmit që është aplikuar ndaj hebrejve
do të thot me distanca higjienike është terminologji absolutisht naziste. Do thotë aja dit u kallxu lojal me Ministri Shtetit edhe filloi frustrata si çmendën. Kishin kalu çdo afat dhe tha ja marr tha gjithat pityt në Verasanit, kush është për, fitoi 2-3 vota, sikur i çmendën, do thotë. Se është po flas është inqizimi. Edhe tha pe bëjmë festë kombëtare 27-ën, tha se ishte të nesër në 28 në Ndori. Edhe kam qenë te Lugina Drinit në Drek, edhe ma dërgun linkun e po e shoh tash burbuqës grusha shëtash. Janë e shpendën, domthon. Kjo e ka do të thotë çat dhe ky është një mision vetë, do thotë prap po e përsëris unë do isha ndi i turprum më dhonaj dhuratë ose diçka. Edhe më ka thirrë vazhdimisht në pritjet e universitetit, asnjëherë s'kam shku sepse është e turpshme. Unë jam ndi i turprum dhe nuk jam një mirë me disa raste kur rektorët s'kan qenë nivel. Por me radhë, do thotë që thonë Turqin këtë deregje, rektori është e papranueshme. Unë jam ndi. Po ashtu i turpruar pe kohës kur kam marrë vesh që dekani juridikut ka diplom fals, edhe kam dëshmu, edhe një diplom, do të thotë kam fjallën për diplomën e ashtu quajtur në thojzat të La Sapiences. Kur po thoni keni dëshmu, çush e keni dëshmu? I kam gjitha prova dhe kur kush s'u gathjellë. Unë i bëj apel prokurorisë organit të akuzës që të më thret dhe unë ja dëshmoj. Dhe ata nuk do të asnjëherë. Dhe unë kam prova që ajo është avancu në mënyrë tërësisht, do të thotë me diplom fals, me disertacion inexistent të ashtu quajtur La Sapiences dhe nuk jam aftuar, kurse këtë tjetër që ka botë në juridik që e kam mbrojt, do thotë ka pjesën dërmuese ka plagiat, po ashtu kam sistemu gjitha burimet kush fare. E kanë bërë një procedurë, imagjino, Këshilli Etikës, u shku marr i set Morina, cilë të kam premtu, e kam sqaru me shku në akademi, me godit Enver Hasana, zoti mrena 20 ditë krejt, masa ne ka ardhë Arbeni. Arbeni ka marrë agjendën, Ministri Shtetit në ndonë me shpërsin dhe me mision e qartë për Zotit Kurti, dhe pra po them funksionarët naltë të lëvizjeve vendose. Unë s'kam folë, dhe tash i kam këshyrë, do thotë gjanat, se s'kam besu që guzojnë me shku as largë. Para 2 javë ka vendim të Agjensisë Antikorrupsion, që thotë me rastin e trajtimit këso që është jashtë natë, jashtë do ligji. Hiç s'ka ligjë, këtu ishte vizgisht atë me i ba. Hiç fare, asnjë ligj. Unë s'kam ndaj shqetësim për sa këtu në gjyqet, jo dini kam pas 2 akt akuza, kam thonë Stalini s'ka mujt tëna me i korruptu tëna shkallë të asi. Unë s'ka, ajo është një shkarravin, do të thotë të vendimi një shkarravin. Është tamam të inkvizicionit, të kohës inkvizicionit, kush e një mirë periudhën e përndjekjes politike, ose ne që kem përjetu komunizmin. Ideja ka qenë më mbyll gojën, do të thotë zoti Puka kur e zbulova që është ai që është, dhe që pajtojnë gjithë kolegët e fakultet juridik, do të thotë në biseda private. Gjithë asnjë dyshim, askush nuk ka, as për diplomën e parë, as për dytën. Ai mendonte që unë do të heshti, edhe i nisi me procedurat krejtësisht, do të thotë mënyrë kundër ligjore. Para 2 javë po e përsëris, agjensioni e ka ka thonë këto duhet me shku në konflikt interesit. Prezenca në mbledhje dhe e kanë hapë mbledhjen, kanë diskutu me Nizetin, prap me kem punë me beqim rektorin, që qështu është asi, që më kanë thonë, që edhe ma dëshmujnë senatorët që kanë qenë prezent, edhe me, kjo është konflikt interesit, ndukje, s'ke drejti me marrë pjesë, ka thonë, i kanë vendimit agjencionit, të është medal Milan, po e kanë ditë që medal ata zvotojnë, i fitojnë 3-4 vota, s'kërë gjithë herë, sepse senatorët, të thotë une, absolutisht nuk i fajsaj. Ata kanë marrëdhënie biznis, i shantazhojnë me najtë mi kry në punë rektorat të kështu në fare nuk ka si, kjo është vepër ekskluzive, do në thotë e Arbenit. Kur po thoni mision, pse ky mision, pse ndajosh? Shikoni, unë edhe, është një ditë i thash, po bisedojmë me dikë është mirë,
i kam unë skenu me diskutimet për ndryshime kushtetuse, atër kam qenë 27 vjetë. Këtë kush kem qenë juridik, asistent dhe profesor është mirë me ditë kush çfarë ka thonë në atë kohë. Unë në atë moshë që kam qenë dhe unë kur dhe nasni edhe me pushtetet e pas luftës, edhe ma ato cilat kam punu në Exil, edhe në Rambujo, asnjëherë që kam bërë rafsh për gjona që janë profesionat, që kam bërë asë zotit Thosi, asë zotit Kurti, si që dini, do të thotë prej ditës parë, unë kam ditë çfarë po bën në Ohër dhe ku qënë aja politikë, si kom bërë edhe qeverive tjera, do të thotë me cilët kom punu dhe është ma garanton lirinë e shprehjes së mendimit edhe lirinë akademike ma garanton në kushtetuta dhe une duke mjerit thash ka qenë ma primitiv se një Mirko Perunović i kena pas në dekan aty, do në thot ma barbar, edhe kur se kam në nasun gojnë edhe tjerë që atër kem qenë. Asistenti është veç me, do në thot, me të hesht në me të botë pabesueshëm në diskursin publik. Arbeni ka gjetë gatshëm, do në thot, dekani juridikut, të cilë e kuptojnë, se e ka ekzistenciale, e ka dy dur për i kry, me mbrojt, sepse e din që kur do qoftë që njës një procedurë serioze, penale, dhe tjetër, dhe vjen një dit një rektor normal, a i përgjigjet, të thot, për falsifikim, të më për avancim, tërësish kundër ligjor, me pas nivel akademike, dhe për plagiat, i nisën procedurat. Zoti Puka i ka mohu krejt këto. Ti mund me mohu sa dush, por ti dush me ato mohon vetëm procedura. Ato që është zgjedhën vetëm me procedura të organeve zyrtare. Nuk zgjedhen ato me këshillat etikës. Nuk mund të asnjë kompetencë ka këshilli etikës me thonë a ke. Dhe këshilli etikës nuk ka firmë fare kur heqë. Kena një tipike, është e akuzave të kohës inkvizicionit madh spanjoll. Tipike. Flitet njët ka folë, kanë thonë që ti e ke diplomën jo valide. Ja ka marrë diplomën edhe unë me ba aty. Ska asë një relevancë. Pra, ju që keni pretendu publikisht që është... Jo pretendu, i kam gjitha provat. Edhe fizikisht kam shkuat, kam edhe profesor italian. I kam edhe provat fizike, që dëshmoj 100 herë, dëshmoj që njët vet disertacion që edhe doktorat PhD, si që nga ka thonë, dhe si që është raporti, për avancim nuk ka. Fare, asë njerë. Që kanë marrë në pyetje asë njerë? Asë njerë kur, s'ka fare. A keni bo denoncim edhe në që jo mërë ministrës Arbria Nagovqit, rektorit ma parshëm qenimi. Ju keni shkru? Këtina, po ju kom shkru. Një dita 2 para 20, tash i kam thonë, qaj me qatë pundu në muarë rektori dinitës. No, me këto punë do në marrë, fare. Por prokuroria, keni bo denoncim? Si s'kam bo me denoncim, po them ka një vit. Si kanë marrë pyetje Fare asnjëherë. Asnjëherë. Fare. Çka është qëllimi i krejt kësaj? Pra ju po thoni se po dojnë me mshël gojen. Për shiko për Arbenin është e qartë, do të thotë që siç e thash, do të thotë është ka e bën me urdhën të ka bën, siç e ka transmetuar Arbria Nagovqit me urdhën të edhe masanej, kurse këtë tjetëri, këtë s'ka faj, këtë menën, ka menu dhe në ebë që unë mund nalla s'flas për unë e kom për turp, më thonë drejtën, me pas dekanin mashtrus, ordinere. Do në thotë ose rektorin huligan, se ato sielet e tijan në raportin, 100% huliganes, rrugasri ordinere. Çfarë drejti ti mund shmi thonë një profesorit të universitetit, biqime, do të merrem me këto, do t'ja bojmë kështu. Ti s'ta kalon babat e në universitet privat, më nëshme shku. E për çfarë arsye, për cilat shkelje ju kanë shqiptu këtë masë disiplinore? Më theri pyetja ata, se kam qartë se unë ato vendime, as si kum lexu kur. Gjitha ato komentët unë i kam bo në baza parimore, domethënë, procedurale, sepse çdo afat ka kaluar aty, çdo logjik ka kaluar. Çfarë afat, çdo logjik. Si të shkon gjyqja, trishtohet gjyqi ku ti sheh, do të thotë. Pra ajo është fjala për këto pretendimet që keni munguar në ligjerata? Jo, ajo. Edhe jeni pagu për jetën? Jo, se kanë ata për pagesë, pagesë kanë bërë vepër penale vetë, se kanë ditë. E kanë ditë mungesa ime, do të thotë në se gjasme se kanë ditë. Edhe thirrën në një raport agjencisë akreditimit, që agjensia akreditimi nuk merret me profesora, shkojnë në orë ajo. Ato menaxhmenti gjithku në bën ajo. Ato nuk e hanë kërkush.
Hajde që e pas ke ditin maj, agjensia pas ka thonë. Po edhe 4 muaj rroga më paguve mu, se pas ke ditur në televizor për natë. Se pas ke ditur këte. Plus, këto e në, që kjo po të them, unë, adin, është një periudhë totale pa përgjithësishme në 5-7 në universitet. Unë kam pas fat me pas sekretar Destan Halimin, edhe më ka të reguë Gazben Zajvin e Shkret, në djes pas që kanë persekutu edhe gjona, do thot, me gjithat ka pas një farë digniteti intelektual, do thot, mes njerëzve, kur të rokë pushteti për para, me gjithate, do vijat ku që, anglisht, decency, tha i ditë Obama, tha, decorum and decency, institutional decency, e tha, në thot, respekti dhe digniteti institucional kanë ra për toke. Në thonë, është asi, dhe këta me këtë rrugashëri, me janë bilgojnë dikuj, do thot, që kushtetuta është akte dhe liria shprehes, do thot, që thot Sfajgu, në rastin e vrasës së Servetit në Gjenevën me si ata, njeri pak si ka dignitet, së snin për ato pumbile. Pra edhe antarë të tjere kanë konfirmu, po edhe ju po thoni që në kohën kur është votu me 20 shkurt, edhe rektori Arben Ajrullahu, edhe dekani Avni Puka kanë qenë prezent dhe kjo përbën konflikt interesit në dukje, për çka ka pas thjesht një ndales nga agjensia para 2 orë, para 3 orë agjensia. A keni informu agjensin? Po, kam informu. A ka ndaj reagim? Jo, ata i kanë procedurat e veta dhe nuk nga tërëm. A i këshili etikës, më leni të them, e këtë do të me ditë, unë ka bo kallëzim penal, Flamur Hyseni ka falsifiku procedurën verbale. 5 antar këshilit etikës, Safet Meroci, profesori, ka thonë kam konflikt me mu, jem gjenerat, kam respekt dhe s'du me marrë pjesë, s'ka marrë. Profesor Qëndrim Gashi edhe Raimonda e mjekësis, në Albani, në komunikimi që i kam druzunën në prokurori, qartë janë prova që s'janë pajtu me i fut ato gjana që i ka fut kë njërë kundër ligjër Flamuri. Fortuna është militante e njoftën e VV-s, ka qenë staf politik Ministri i Shëndetësisë, edhe Flamuri. 2 vetë, faktikisht 2 vetë, a i vendim është me total është kundër ligjor. Total bizar është aja. Edhe do në thotë, unë nuk kam do kallëzim penal ndaj saj për respekt ndaj. Me pa nuk e një kështu, është asistentit e na nuk e një me pa. Në katedrë penale, por Flamuri do në thotë njërë edhe antarët e kanë marrë vesh për vendim, kur kanë shku në arkive, ju ka thonë mëre, erë një vendim i këshilit etikës. E unë i kam gjitha provat, komunikimin në WhatsApp me njerë që kanë qenë prezent aty, gjitha ato i kanë dorëzu në policitë. Ta shikot i këshilin etikës ta mbron, ta udheq Flamuri se 25 vjetë. Hajme, pas etik, 25 vjetë një thirrje akademike ka marrë, 25 vjetë një punim e kajnë, 25 vjetë për që ka hyje në universitet. Ka konsenzus, asë një gjuhë nuk fletë. Është një prej juristëve më të padijshëm, besoj që ka prodhu, jo veç fakulteti juridik, po edhe që ka pas aty mrana prej që kena pas në loj, 2 ekstreme, mirët si prej që e ma e manun. Po sikur a i shoqen se ka sot aty. A i ta udheci, do në thotë, mirë total pas krupët, shkon falsifikon proces verbal. Do në thotë, asi, mi lezu mësane aty që ka thujnë e kena thirë, se kena thirë. Asë një pretendim, ka t'i shkruj, heqë, do në thotë, që ka hunë barëcyja. Po besoj që krejt moni faj për këtë farë kuadri që e kemi në fakultet juridik, edhe prej kohës kur keni qenë ju. E vërtet është, unë por, të them drejten, njeri kur menagjon edhe pranon edhe i hap dyrt masivisht trivës që kam hapun në kohën time 40% se cilës njësi akademike është për 3 me kuadra të reja kanë shku 25 vetëm në Gjermano Fals për doktorat të zonë pa fund asë njës ju kanë alas roga kanë marrë ka 6.000 euro asi gjithë ata sot janë atër që kanë qenë asistentë gjithë sot janë profesorë se cilë njësi akademike dhe tashi pa dëpërtu kështu në një nuk banë, do në thotë kur të ashe, do në që jam pishman, do në thotë, vishë këta, do në thotë vishë janë kurit vetja kanë lonë një njëllë shumë të ronë të universitetës, ne shkojmë që ke metodë, është e papranushme për huliganizm kështu, është e papranushme për ambientin akademik.
Këta që për shembull unë t'ju them një, ju keni pa, ka pas një Vismut competition që organizu me vitet e ne, çdo vit ne kem pa, jem karenu qëtë gjithë, këtë Kosova është karenu me studenti juridikë. A që ashtu? E vërtet. E kanë eliminu me profesoreshën. Më thanë në për kështët etikës, pse i ka thonë një kolegu s'din gjuhë. Që është e vërtet që s'din gjuhë, se në masane pyta, ai personi. Që këtu do jem do e shiftin 8 orë 9 orë e tutje për vitë si jem su mu gëzuna do e shifti, a do kënë Kosova atë gëzim me pas studente vetë ka deportojnë, si shkanë deportu. Ska qenë fara asë një merite, që mund të qenë merite Arni Pukus që a i përveç Shqipës në botë në gjuhë tjetër. Nuk ta fleta s'ka lidhe me reformë ose si përveç me qëto gjanat të ulta. Dhe ajo pasoja, asoj politike do të njihet, do më thotë, në këtë vjesht. Do të shonë 7 orë, 8 orë, a do kemë në rastin në zonë venëm, dytin, tretin, si kanë deportu gjdo herë, asa student tonë. Zoti Hasani, si prisni që do të përfundoj e gjithë kjo, a do të atakoni këtë vendim të Senatit? Jo, unë procedurat ligjore do i njekë, sigurisht, por atë punë do të thotë, unë fare nuk e kam, është krejtësisht cerebrale, unë në letën e fundit Senatit i thash në qofë se qëtësot Arbeni, si kur atillën e hunve, gjithë senatorve që ka lypë princesën e perandorit Romak, mu qëtësu mos me i sulmu mo Romën veriore, Italinë veriore, edhe unë thashëm, këtë diploma që e kam, për heqë dorë për shkencës, ti të shkencëor, akademikit që kam, veç le qëtësohet, nësa, po problem është se s'mund qëtësohet, sepse ka mision, a kuptohet e këte? Mision, këtë në verë, kështu i ka nësë ki porosi prej shefi. Në thotë, mësë merë me ato pronat, për që ata ka marrë, mandatin e ka marrë, më marrë me pronat të universitetit, edhe klapu këtyme, veç me mu marrë, 3 vite, sen tjetër shkaj s'ka bo. Sen s'ka bo tjetër shkaj, fare. Zoti Hasani, faleminderit shumë. Ishte knesi. Shikues nderuar, gjithë ju që jeni përmendur gjatë kësaj interviste, do ta keni rastin që të jepni versionet e juaja, po që se keni dëshirë që të përgjigjeni në gjithat që është thënë gjatë kësaj interviste. Gjithë që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në paraqitjen e radhës, mirupafshim.